Takimi i dytë ndërmjet ekipeve nga Xhilani dhe Mitrovica ishte ai ku u ballafaquan Trepça 89 dhe Xhilani. Ekipi i Mitrovicas pas humbjes nga Arbëria në Lypjan kërkonte fitore pikërisht kundër Xhilanit në mënyrë që të rehabilitohej, kurse ekipi mysafir javën e kaluar kishte shënuar fitore të rëndësishme ndaj Dritës dhe kishte rast të vazhdojë me formë dhe me rezultate të mira. Trepça 89 ishte ekip më i mirë përgjatë pjesës më të madhe të ndeshjes dhe vërejë qartazi se ky ekip është në kërkim të fitores. Mitrovicasit organizuan disa aksione të mira në fillim të ndeshjes dhe në njërin prej tyre arritën edhe të nxjerrin penallti. Nga pika e bardhë gjuajti Lindrit Misini, i cili i dha këtij ekipi përsin 1-0. Loja më e mirë e Trepsës 89 vazhdoi dhe u kurorëzua me këtë shënim, duke bërë që përsia të ngritet në 2-0. Dhe me përsi prej 2 golave, ekipi Mitrovicas po shkonte sigurt drejt fitores kur në minutën e 90 Xhilani nëpërmjet frangut e zvogloi disavantazhin e vet në 2-1. Kurse 2 minuta pas përfundimit të kohës së rregullt, ky ekip e kompletoi një rikthim të shkëlqyeshëm nëpërmjet Fidan Bajramit, i cili e barazoi rezultatin e 2-2 duke siguruar 1 pikë nga ndeshja dhe duke i lënë të dëshpëruar futbollistët e publikun vendës.